Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ato media që e mbështesin i shqep me para, kurse kundërshtarët i sulmon. Ahmetaj akuzoi Carlo Bolinon se është shqepur me para nga Edi Rama, ndërsa denoncoi faktin se tokën e të cilën shteti e shpërndoi me 2.9 milion euro, kreu i qeverisë ja fali Carlo Bolinos. Çështja e Begetit. Pse nuk e heton Altin Dumani? Çfarë problemi ka që se heton? Janë 130 milion euro. Janë për shkak të egos përverse të kryeministrit aktual dhe SMS-ve të tij kërcënuese. Janë në dosje. Ta kërkoj dosjen në gjykatën ndërkombëtare komerciale në New York. Në dosje janore dhe print screenet. Në çfarë vendi keni parë që Irfan Hisnulliut i premtohet privatizimi, i premtohet realokimi dhe pastaj i shkatërrohet hoteli, vetëm se ky nuk i ka qëndruar siç do ti. Dhe në anën tjetër, ti shkon shpërndson 2.9 milion euro në një zonë ku nuk e di si e ka emrin ajo zonja që ka qenë tek Vetingo, nuk e di se ku ka qenë. Dhe për t'i shpërndsuar një tokë me 2.9 milion euro dhe pastaj t'i shpërndson shtetin se e jep Carlo Bolinos. Çfarë janë këto sjellje? Njërin e merr e shkatron, e shkrin, këtë tjetrën e merr dhe i fal gjëra. Kam ikur unë, i kam atje. E kam kundërshtuar unë këtë gjë e Carlos. Ndaj ka hëngër Carlo kundër meje dhe vazhdon. Se është shkep Carlo me para, Carlo është shkepur me para dhe rrin aty turp nuk i vjen. Fenomeni është që një pronar media që ty nuk të rri, ti e shkatron. Një pronar media që ty të rri e kërcënon dhe jep çfarë duash ti, një pronar tjetër media e bën investitor strategjik. Do të thënë, si të doj ty qefi, se ti je Kim Jong-u. Kjo është e gjithë historia pra. Po këto janë gjëra shumë të rëndësishme për t'i thënë, tha Ahmetaj në një intervistë për Çim Peka Live.